Të gjitha ndeshjet e javës së 7 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll janë zhvilluar të dielën e 19 tetorit. Ekipi i futbollit Bureli luajti në transfer ndaj Apollonisë së Fierit, një ndeshje kjo e vlerësuar si e vështirë për shkak të ambicieve të skuadrës fierake. Megjithatë, djemtë të drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj kanë arritur të kthehen në Burel me 3 pikë të plota, fal 2 golave të shënuar në secilën pjesë. Ka qenë Rapja i cili ka shënuar golin e parë të kësaj sfide për Burelin në minutën e 39 të pjesës së parë. Miqt kanë barazuar shifrat me Muajegon në minutën e 54, ndërsa rezultati final e ka vullosur sërish të Rapi në minutën e 72. Me 3 pikët e marra në këtë transfer, Bureli ngjitet në vendin e 4 me 11 pikë, ndërsa Apollonia zbriti në vendin e 6 me 9 pikë. Ndeshjet e tjera të luajtura të dielën përfunduan Kukës Ilaçi 0-3, Luftëtari Skënderbeu 0-1, Besa Pogradeci 1-1, Kastrioti Liria 1-1 dhe Korabi Apollonia 2-0. Kategoria e parë udhëhiqet nga Skënderbeu me 19 pikë, ndjekur nga Laçi me 13 pikë. Në fund të renditjes që ndrojnë 3 ekipe, Besa, Kastrioti dhe Kukësi me nga 4 pikë secili.